Aktori Elvis Pupa dhe bashkëshortja e tij Belina Pupa akuzohen se kanë kthyer një banesë në Escort Park të Australisë në shtëpi bari ku kishin kultivuar 43 bimë kanabisi. Ndërsa influencerja u arrestua dhe më pas u lirua me kusht, aktori është shpallur në kërkim pasi thuhet se është larguar jashtë vendit. Në mesin e reagimeve të shumta lidhur me këtë ngjarje, ishte edhe ai këngëtari Bardi Idrizi, i cili ka vendosur të hakmerret ndaj kritikave që aktori ka bërë ndaj tij dhe blogeres Sara Gjordeni. Bardi shprehet se bota është me rrota dhe se Elvis Pupa u ngut të fliste për një person që nuk e njihte. Po më vjen keq me lexu këtë lajm se je nga aktorët e mi të preferuar të fëmijërisë. Por le të jetë si shembull ky që bota sillet. U ngutem me fol për dikë që nuk të njeh, nuk të ka dëmtuar ty kurrë. E gjatë kohës së Big Brother shkruaje në story Free Bardi pa arsye. Tani po të shkruaj unë Free Elvis me arsye, ka shkruar Bardi në postimin e tij.